Rënja e lindshmërisë nga viti në vit apo dhe kurorëzimet e reja martesore të cilat kanë pësuar ulje kanë nxjerrë në pa një fenomen i cili po merr zgjerim. Të rinjt janë të prirur drejt moskrijimit të familjes për shkak të njësër arsyesh. Qytetarët e Vlorës mendojnë se arsyeja kryesore është ajo ekonomike, duke i bërë ata që të ndjejnë pasiguri dhe frikë për plotësimin e të gjitha nevojave familjare apo dhe të fëmijëve. Qytetarët thonë se edhe përgjatë sistemit komunist nuk ishte ekonomi të mirë, por sot, në ndryshim nga atyre, ka ndryshuar dhe mentaliteti. Teksa të rinjt mendojnë më shumë për vete, karrierën apo aventurën. Sigurisht që sipas qytetarëve ndikon dhe mungesa e seriozitetit apo fakti që po rritet një brez i cili nuk është mësuar me sakrificën. Baza ekonomike. S'kan bazë ekonomike, s'kan të ardhme, shkrijojnë dot familje. Ka shumë faktorë të tjerë që s'mund t'i përmendur, por thelbi kryesor është baza ekonomike. Disi, por primare është ekonomia, sepse ai s'ka ekonomi, se ndërton dot familjen pa ekonomi. Edhe ju s'kishit ekonomi, ama fëmijë kishit boll. Fëmijë kishim boll, por atëre ishte fëmija martohesh në 20 vjeç. Kupton, edhe krijoi familja me fukarallëk të madh. Tani nuk është më ai sistem. S'është brezi sakrificës, thoshta. Dhe këtë mund ta themi, kupton, por e rëndësishme është ekonomia. Po besoj nga ajo që nuk kanë papunësia, nuk ju janë krijuar kushtet. Po edhe ka lidhje, po edhe ka lidhje, po që edhe duhet punoj, plot ka. Po çfarë ekonomie kishim ne ahere? Na shti ka më shumë ekonomi, në kohën ashti që ka marrë dirama, plot ka punë. Po ndoshta edhe vazhdo shkollën për të krijojnë kushtet. Frikant ke qenona se ashtu ndodhen problemet. Marrëdhëniet djem, vajza djem. Ndodhen anapoda. Kanë ndryshuar mendimet, mentaliteti. Nuk di çfarë them, unë i kam 3 vajza, 2 djem i kam të kompletuar. Dhe s'kan pat problemet kësaj natyre. Por që një arsye e kanë. U ka humbë besimi, janë shumë arsye që ekonomia po, ajo ndikon shumë. Mendje kokës asnjë tjetër, po patë mendjen i kanë gjitha. Të rinjtë sot kanë frikë të krijojnë familjes, siç kam edhe unë djalin 33 vjeç, me arsim të lartë, pa punë, ka punuar para 8 vjetësh, 4 muaj, lubonj, edhe si do krijoj familja ai. Djali është i përgjegjshëm, i aftë, i saktë për punë. Kohët ndryshojnë. Unë jam martuar për shembull 28 vjeç. Mësues unë, mësuese. Gruaja ka luam një jetë të tërë deri më sot, 3 vajza dhe 1 djalë. Vajzat 2 i kam në Tiranë. Shiko, atëre studionim ne me vullnet, me dëshirë për të arritur rezultate sa më të larta dhe atëre puna ishte edhe e garantuar. Sot nuk ka seriozitet, s'ka mundësi të krijojë familje, se është pa punë. Çiftet e rinj, të cilët kurorëzohen në martesë sipas edhe Instat në të dhënat zyrtare që shpalosen për ditë, janë në ulje nga viti në vit, 2 deri në 5%, ku dhe numri i divorceve është më i lartë çdo vit. Nga ana tjetër, Instat konfirmon dhe faktin që lindshmëria është në ulje në qytetet kryesore, ku përfshihen Tirana, Durrësi e ndjekur nga Vlora.